Hi guys, kemi banditat e mi, sot unë kam përshkuar në tek dhe kam për t'ju marrë juve me vete. Kam diçka specifike për të blerë në tek? Jo. Por para se të vëmë në tek, kam përshkuar të Mulliri sepse dua të marrë një lëngë detox që më ka rënë në mend sot. Edhe do e marrim atë se më kombinon edhe me outfitin. Edhe pastaj kam për të shkuar në tek. So yeah, let's go. Primitiva internacionale janë ndarja këtu mbarua provimet, tani do heqim energji negative, as you can see. Let's go. Si e një lëngë detox doja me mollë, portakall dhe karot. Si? Pakull. Faleminderit juve. Po, presta si edhe në lëngun e detoxit, pastaj është në tej. I just got it. Tani do ngrihem dhe e marrë në dorë se nuk kam aq shumë kohë. So ta e mbylli në 10 mos gaboj. Edhe thjesht do e marrë dhe do shpërngulemi për në tekun. Shout out to my homie for bringing the double pump with natural sugar. Woo! Okay, sa më bëritëm në tegu, TEG, Tirana East Gate. Tirana East Gate. Erdha qik më vonë se që e prisja, duhet të supozoj që të vija në orën 7, por ora 8:30. Edhe nuk e di, duhet të nxitoj shumë për të marrë ato që dua, kështu që do futem në Jumbo, se atje kam shumë gjëra për të marrë, kështu që let's go. Kjo duhet jetë motra Anabela, s'prizohet se ma qofi fototestja. Se të... Anabela. Hi girl. Gaborica. Kjo është e dashura e Çakit, sepse e di që ajo ka qenë bjonda. Kështu ngjashëm... Të kam parë online edhe duhet të marrë një si ky. A ta marrë këta, apo të marrë këta? Nuk është e njëjta? Po marrë këta, nuk e di pse. Duket 2.75 janë dyja. Uej, ky është një kapitalizëm, një konsumerizëm po ndodh këtu. Këmbire e Roberts, oqeani e përzirë me ermidhje. I like this one, fresh cut rolls. Bie shumë të mirë. Kjo thot fragranca është amber dhe musk, besoj të bie të mirë. Që nga më e mbyllur se këmbët e murgeshës. Hapa. Më pëlqen po bie pak e ra sapun, me të drejtën. Nuk e di. Që nga një blu këtu. Ky thot scented candle, nuk e thot sea breeze. Edhe pas ka herë parfum mashkulli. Nuk e di, parfum mashkulli era bazike e Niveas, nëse e dini, për po them. Kjo bie era Jasmin. Literalisht nuk ka asnjëherë, si qirikisha. Nuk e kuptoj. Është një qiri tjetër që thot
Erë orkide. Shpresoj të bjerë erë orkide vërtet. Po që nuk bie. Bie shumë pak. Edhe nuk mendoj që është e shëndetshme të ndezësh qiri me aromë, edhe pse qirin pa aromë janë shumë kokë. Kjo s'vjas erë vanilje, bjera plur. Deri tani kam marrë veç këto dy gjërat. Edhe nuk e di pse e mora këtë shportën, thjesht më duan këto dy gjërat, kështu që po i marr në dorë këto. Kujt i duhet shporta? Okej, po le këtu. Okej, shpresoj nuk e lash keq. Thjesht do paguaj këto tani edhe do dalin nga Jumbo se nuk kam shumë kohë, sepse jam shumë vonë, edhe në 10 supozoj të mbyllet tegu, kështu që nuk po rrezikojmë. Vetë shkon për gjëra të tjera. Këtu është rrada full. Okay, we have to wait. Ose thjesht të gjejmë një që nuk ka shumë rradhë. Po të gjitha kanë. Nuk e di. He's enjoying life. Ora është 9:21. Për 20 minuta supozoj të mbyllet tegu. Unë kam bler literarisht 5 gjëra të vogla, s'kam bler as edhe një robë. Edhe nuk kam ndërmend të bler robë, se them kam literalisht shumë deri tani, edhe nuk dua të vlas asgjë të re. Nuk më ka pëlqyer asgjë që të bëj bum, edhe të them këtë duhet ta marr me patjetër, ose ndryshe nuk ngriheja mirë nesër, por që nuk ka as edhe një lloj robe që të më pëlqej shumë. Tani duhet vetëm prapë në Jumbo shikoj se e di që në Jumbo kisha më shumë për të bler, po nuk bleva aq shumë, thjesht bleva 2 gjëra dhe duhet të checkoj edhe një herë çka kisha ndërmend të blija dhe çfarë po mungon te lista ime e blerjes, që është kjo. Shpresoj me gjetë diçka të saktë, po nuk mendoj. Këtu janë gjërat. Nuk do blija kur këtë lloj bluzën. Sorry. Ose këta. Duhet të dalë që këtu. Nuk ka asgjë. Okej, e di, mund të jem shumë e nazën në të bler roba, po kështu është. Okej, sa u futëm të hëmeja. Here is me. Hi. Edhe kemi për të parë roba. Po që kështu overall nuk po më pëlqen asnjë. Më duket çdo gjë bazike, edhe po ta shikoni shi sa pa ngjyra dhe pa stampa. A është ky modernizimi i veshjeve në 2025-ën? Po, me shumë mundësi. Okej, gjinse kam gjinse të kësaj ngjyre nuk kam dhe nuk dua sepse bën shumë pis. Deri tani kam bler 3 furçe të kundalit. Janë furçat më të mira që unë kam provuar, i mora tek Farma, edhe 2 gjëra të Jumbo. Shpresoj këtu të ketë gjëra më të mira se tëmeja, se meja kishte tepër bazike, edhe më duk sikur ishte koleksion i vjeshtës. Edhe pse është qershor. Nuk e di. What is this? I like this. Okej, këtë bëjmë marrë masën së ta provoj se masa se po më duket çka e madhe. Okej, bëjmë marrë. Po duhet ta kombinoj me diçka tjetër. Wait, ç'a ishte kjo? Kjo apo kjo? Kjo çap këtë ha. Okej, këtë. Duket mirë, po duhet ta provoj edhe plus.
ndoshta do i marr 2, apo do marr 1. Më pëlqen shumë materiali i kësaj, është më i mirë se materiali i kësaj. Se kjo, nuk e di, është pak më sintetike, kjo duket më pambull. Vedi, duhet të provoj njërë edhe te Bershka, po sa të shikoj nëse do të zetë ndis. Po më veri dhe Bershka, qa do ble. Këtu kam edhe mikrofonin dhe duhet të plas këtu, që të dëgjohet, qa po them. Jo, araba që është në. Që ta dhe këtu mikrofonin që të gjohet mirë. Bra. Okej, dhe se se shumë. Okej, shpesit në Bershka të kemë shumë fat. Po nuk e di. Se edhe të Bershka se kishte as ullje. As një që mund. Edhe prapë ngjyrat. Okej, këtu kam më shumë gjëra të printuare, ja do ju tregoj tani. Okay, let's go. Let's just pretend. Le të pretendojmë se nuk ndodhi asgjë. Siç mund ta shihni, ka pak më shumë printime dhe ngjyra, këtu është e përfshirë roza. Gjë që sa pashte H&M HM-ja. Hi. Nuk ka asgjë për mua. Që do të përbjen shumë roba njerëz ose mbi kamera. Çfarë këshille do i jepni vajzave të reja? Bëjni blok, blijeni atë çantë, shkoni në udhtim me goca dhe shikojni si ka për t'ju lutur.